Bashkimi Evropian dhe India kanë arritur një marrëveshje të tregtisë së lirë duke krijuar një treg prej rreth 2 miliard banorësh, ekuivalent me 25% të produktit të brendshëm bruto global, i cili është quajtur nëna e të gjithë marrëveshjeve. Pas pothuajse 20 vitesh bllokimi midis Brukselit dhe New Delhi, të dyja palët kanë ndërmarrë hapin e fundit në një përpjekje për t'u përgjigjur politikave tarifore të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe eksporteve masive të produkteve kineze. Sipas Komisionit Evropian, i cili ka kompetencën ekskluzive për të negociuar marrëveshje tregtare tregti totale midis Bashkimit Evropian dhe Indisë, mallra dhe shërbime vlerësohet në më shumë se 180 miliardë euro në vit, duke mbështetur pothuajse 800.000 vende pune në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje pritet të dyfishojë eksportet e mallrave të Bashkimit Evropian në Indi deri në vitin 2032, duke eliminuar ose ulur tarifat për eksportet e mallrave të Bashkimit Evropian. Në përgjithësi, ulja e tarifave do të kursejë rreth 4 miliardë euro në vit të detyrimeve për produkte evropiane. Siç thotë edhe Komisioni, kjo është hapja më ambicioze tregtare që India i ka dhënë ndonjëherë një partneri tregtar. Do u jap një avantazh të konsiderueshëm konkurrues sektorëve kryesor industrial dhe agro-ushqimor të Bashkimit Evropian, duke ofruar kompanive evropiane akses të privilegjuar në vendin më të populluar në botë me 1.45 miliard banor dhe ekonomitë kryesore në rritje më të shpejtë. Marrëveshja heq ose ul tarifa të shpesh penguese për eksportet agro-ushqimore të Bashkimit Evropian, duke hapur një treg më të madh për fermerët evropian. Për shembull, tarifat indiane për verën e prodhuar në Bashkimin Evropian do të ulet me 150% në 75% në hyrje në fuqi dhe përfundimi me vetëm 20% tarifa për vajin e ulliri do të ulet nga 45 në 0% gjatë 5 viteve të fundit, ndërsa produktet bujqësore të përpunuara si buka dhe ëmbëlsira do të shohin tarifa të ulta deri në 50%. Sektorët e ndjeshëm bujqësore evropian do të mbrohen plotësisht pasi produkte të tilla si mishi i viçit, pula, orizi dhe sheqeri përjashtohen nga liberalizimi i marrëveshjes. Të gjithë importet indiane do të vazhdojnë të duhet të respektojnë rregullat e rrepta të shëndetit dhe sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian. Paralelisht, të dy palët aktualisht po negociojnë një marrëveshje të veçantë mbi treguesit gjeografik, e cila do të ndihmojë që produktet tradicionale bujqësore të Bashkimit Evropian të shiten më shumë në Indi, duke eliminuar konkurrencën e padrejtë dhe formën e falsifikimeve. Sipas marrëveshjes tregtare, India do të japë BE-s ulje tarifash që asnjë nga partnerët e saj të tjerë tregtar nuk i ka marrë. Kompanitë europiane eksportojnë makineri dhe pajisje elektrike me vlerë 16.3 miliard euro, me tarifa aktuale prej 44%. Sipas marrëveshjes, tarifa do të ulet në 0% gjatë një periudhe prej 5 deri në 7 vite. Tarifat për avionet, të cilët janë 11%, do eliminohen gjatë së njëjtës periudhë, ndërsa për pajisje mjekësore dhe kirurgjikale, tarifat për 27.5% pritet të eliminohen gjithashtu për pothuajse të gjitha këto produkte. Plastikat e prodhuara dhe të eksportuara tashmë në Indi me vlerë 2.2 miliard euro i nënshtrohen tarifave deri në 16.5%. Sipas marrëveshjes, ato do ulen në 0% gjatë 10 viteve të ardhshme. E njëjta gjë parashikohet edhe për produktet kimike të eksportuara nga kompanitë europiane, vlera të cilave vlerësohet në 3.2 miliard euro. Lidhur me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, marrëveshja e Bashkimit Evropian përfshin ndër të tjera verën, pijet alkolike të forta, vajin e ullirit dhe kivin. Përveç mallrave të lartpërmerë, marrëveshja Bashkimi Evropian Indi mbulon edhe shërbime të pronës intelektuale. Në veçanti, marrëveshja tregtare do ofrojë kompanive të Bashkimit Evropian akses preferencial në tregun indian të shërbimeve, duke përfshirë sektorët kryes si shërbime financiare dhe transporti detar, duke siguruar njëkohësisht një nivel të lartë mbrojtje dhe zbatimi të drejtave për pronësinë intelektuale. Pasi të miratohet nga Këshilli, Bashkimi Evropian dhe India mund të nënshkruajnë marrëveshjet. Pas nënshkrimit, marrëveshja kërkon pëlqimin e Parlamentit Evropian dhe një vendim të Këshillit për të hyrë në fuqi.